Filmi Nderi në regji të Nikola Vukčevićit i është prezantuar edhe publikut në Prishtinë me tematikat e tij me të cilat publiku vetë se njihet, por me barrën e bartjes dhe të pasojave. Atmosfera aty është e rëndë, e heshtjet flasin më shumë se sa dialogët. Komunikimi midis gjuhës shqipe e asaj malazeze është i natyrshëm, e bashkëtesa brenda rrëfimit për një 36 orë ngjarjesh dramatike është i natyrshëm. Por jo edhe rrjedha e dramës që përfundon tragjikisht. Nderi sjell ngjarjen që zhvillohet gjatë luftës së dytë botërore në trojet shqiptare të Malit të Zi, ku njësitë ushtarake e paraushtarake në bashkëpunim me Gjermaninë naziste kishin formuar formacione të mirëfillta. Rrethuar nga ushtarët fashist, kryepersonazhi Nureddin Doka shpalos anën njerëzore dhe morale në kohë lufte. Që në hapje të filmit shikuesi njoftohet me atmosferën e rëndë. Regjisori ka ndërtuar narrativën e përmbajtur, por të ngarkuar emocionalisht, duke zhvendosur vëmendjen nga spektakli te drama e brendshme e personazheve. Si intro është historia e një vrasjeje të kryer ku Dorasi ka ikur, por borxhi ka mbetur pas. Gjaku lahet kur familja e Dorasit shkon te familja e të dëmtuarit për të larë gjakun me një djalë të porsalindur në Djep, që kthehet përmbys për t'u ngulfatur. Por ky është një fragment që jo shumë ka të bëjë me tematikën, por me zakonet. Edon Rizvanolli, i cili portretizon kryepersonazhin Nur Doka, e ka konsideruar rolin e tij shumë sfidues për nga kontinuiteti i xhirimeve të filmit që kanë zgjatur rreth 4 vjet. Ka qenë për mu bukur sfidues, në 2 rrafshe kisha me thonë, pikës pari për shkak se e gjithë procesi i xhirimit të filmit ka zgjatur diku një 4 vjet. Do me thonë kemi qenë detyruar për shkaqe të ndryshme financiare, pandemia edhe shkaqe të kontinuitetit me nda në 4 periudha xhirimit. Kemi xhiru nga 10 ditë dikun, mandej gjithkush është kthyer nëpër venet veta. Unë mu më zgjash për shembull mu kthy në Amsterdam, kom luajtur në role tjera, karaktere komplet, personazhe komplet tjera, seriale, filma, mandej mu kthy prapë këtu në Malzi, jo këtu për Malzi me xhiru, do të thonë me gjetë ku kom qenë emocionalisht, cilën skenë. Në filmin Nderi, me të cilin në shtatorin e vjetëm Mali i Zi synoi nominim për Oscar, tema është pjesë e pandashme sociale e morale, duke u trajtuar si vlera absolute. Në këtë film, aktori Alban Ukaj, si Sokol Gjonaj, mishëron figurën e njeriut që lëviz midis autoritetit e pasigurisë, duke bërë që më në fund të lëviz nga të qenit pjesë e qetës Skanderbeg, brenda shtëpisë së Nur Dokës. Gjejlane Tërbunja si gruaja e Nureddinit dhe Selman Jusufi si Elez Doka, babai i kryepersonazhit, e kanë kompletuar kastin me ndjeshmëri e natyrshmëri. Tërbunja ka thënë se ndonë se distanca reale kohore dhe ajo në film është e madhe, kjo nuk ngjan edhe me rrethanat. Ngjarja ndodh në kohën e luftës dytë botërore, po fatkeqësisht kur kthehen Natasha dhe shoh këtë film, nuk muj me vrejt ndonjë dallim të madh përveç teshave edhe përveç armëve, teknologjisë që kanë ndru, sepse edhe sot luftrat ndodhin hala, edhe njerëzit kanë shumë probleme. Edhe pozita e gruas në film me atë sot, sipas saj, ka të përbashkët mungesën e integrimit në shoqëri. Me bo këtë rol nuk ka qenë edhe shumë e vështirë, sepse na njohim gratë të tilla, të cilat kanë jetuar në kohëna të tilla, të cilat nuk kanë pas fuqi edhe zot vetin për me mbrojt familjen e vet ose për me dhënë një mendim, sepse edhe sot ka
sado që sillesh, por megjithatë filmi në fund e ka një mesazh të fuqishëm që menoj që i bjen bashkë njerëzit në një mënyrë shumë më të bukur dhe më të mirë. Selman Jusufi ka konsideruar rrëfimin në film paksa antik, por shumë të vlefshëm. Jam i Dugazhinit dhe mi kullave të Dugazhinit. Besa i ka mojtë shqiptarët, në momente më të vështira, edhe në paqe edhe në luftë. Menoj që edhe deri në 99 na ka mojtë. Besa i ka mojtë 100.000 refugjat në Bllaz. Unë kom qenë me ta, e di. Prandaj, është paradoksale, po besë këtë film dhe me thonë e bënen Malizi, ngjarja ndodhë në plavën Gusi, ka elemente dokumentaritetit, se kështu një legenda të për familjen Eleshdukës. Niti možemo svi na dijete, za to treba dosta kukavičluka. A ti se još partizanima nadaš? Forca e filmit ngjan të jetë edhe ana vizuale, estetike ftohtë dhe kamera që kryesisht vëzhgojnë nga afër. Profesori universitar dhe regjisori Fadel Hysaj ka thënë se ky film ka dy vlera që duhet të ndahen si të veçanta. E para, sipas tij, është tematika që trajtohet. Trajtohet një temë me një ngjarje ekskluzivisht shqiptare, në një periudhë shumë tron historike që ka qenë periudha e luftës së dytë botërore, kur njeriu ka shumë vështirë të qëndrojë brenda konturave morale të vetat, sidomos ato familjare dhe brenda një kodi ndershmërisë që të shqiptar është një vlerë shekullore në aspektin edhe trajtimit kanonor. Dhe në një zonë malësie që është ky ka qenë ligji i mbijetesës shqiptare, ligji i vlerës jetës ndërtuar në norma më të larta se sa ligjet. Tane dini se fundi kësaj dite ka me qenë si me kanu e mirë. E dyta, sipas Hysajt, është se këtë lloj trajtimi e bën një regjisor që nuk është shqiptar. Kjo është e bukura e veçantë e këtij filmi, përse se na kemi pas paragjykime për shkak situatave politike në periudha të ndryshme, se malazest janë administruar. Deri ka korrur sukses të konsiderueshëm në festivale ndërkombëtare, duke u vlerësuar me rreth 20 çmime. Ka thyer rekorde shikueshmërie në Malin e Zi, duke shitur mbi 20.000 bileta, ndërkohë që po shfaqet edhe në Prishtinë, Tiranë e Beograd. Ai mund të mos jetë filmi zhurmshëm, por padyshim legjurm. Rrëfimi i tij i heshtur rezonon edhe pasi ekrani e rrësohet. Ajo ditë bënte era si pitja që flente gjithë gjuhët të botës. Atë mëngjes, mësoa si se një ster në xhami, bën një trik magjike. E sot, dhe motrat e mia, tani mund të mbyllen vetëm me vëllain e tyre. Ata nuk kanë qiellin,